Mbeturina në të gjitha anët e kryeqytetit, rrugët e Prishtinës, deponia e mobiljeve të vjetra. Përveç problemeve me rrymën, ujin dhe ngrohjen, qytetarët e Prishtinës po përballen edhe me një tjetër shqetësim të madh dhe të përditshëm, çështjen e mbeturinave. Kjo ka kriju një situatë të vazhdueshme mjerimi ku kontenierët janë të mbushur për ditë të tëra. Në shumë raste përveç aromës dhe pamjes së tmerrshme që krijon ky grumbullim i mbeturinave, problem i madh bëhen edhe qentë endacak që shpesh shkaktojnë shpërndarjen e tyre dhe rritin mundësinë e përhapjes së sëmundjeve. Fenomen shqetësues është hedhja e mbeturinave jashtë kontenierëve. Ka ende shumë qytetarë që i hedhin mbeturinat nëpër rrugë dhe vende jo adekuate duke përkeqësuar situatën. E një tjetër fenomen shqetësues është hedhja e mobiljeve. Besoj edhe ju e keni pa në shumë lagje të Prishtinës janë hedhur edhe mobilje të vjetra apo që nuk i duhen qytetarëve më për përdorim. E ku me i lanë ato? Ja vendet adekuate sipas tyre. A duhet që një qytetar i cili hudh mobilje si këto apo edhe mbeturina të tjera jashta kontenierëve të merr xhob? Dhe a mendoni se kjo çështje është përgjegjësi e komunës, kompanisë apo edhe vetë qytetarëve?